Moti i acar dhe rreshet e dendura të Borës po krijojnë probleme serioze në juglindje dhe verilindje të vendit. Qarku i Korçës vijon të përballet me temperatura të ulta, borë dhe rrëshitje dherash, duke sjellë bllokime në disa rrugë rurale. Familje janë evakuuar në fshatrat Sërraf dhe Dardas, në bashkim Pogrades, ndërsa rrugët Dunic, Trebinj dhe Zalltora në Proptisht mbeten ende të pakalueshme. Në akset nacionale qarkullimi lejohet vetëm me goma dimrore. Autoritetet po punojnë për pastrimin dhe kriposjen e segmenteve Boboshtic-Dardh, Maliq-Kufi Gramsh dhe Korçë-Ersek, por problematikat vijojnë për shkak të aluvioneve dhe baltës nga skarpatat, veçanërisht në zonën e Lozhanit. Ndërkohë situata paraqitet e rënduar edhe në qarkun Dibër, akset Zall-Dardh dhe Zall-Reç janë bllokuar nga rrëshqitja e shpatit të malit në njësinë administrative Zall-Reç, duke izoluar zonën për disa orë. Bashkia Dibër ka punuar gjatë gjithë natës për hapjen e rrugës që lidh zonën me Peshkopin, ndërsa vijon puna edhe në njësinë administrative Slov. Rreshtet e dendura të Borës kanë sjellë vështirësi të mëdha në fshatrat e thella, ku trashësia e Borës në disa zona ka kaluar mbi 40 cm. Autoritetet vendore, strukturat e emergjencave civile dhe ekipet operative ndodhen në terren, ndërsa u bëhet thirrje e qytetarëve dhe drejtuesve të mjeteve të tregojnë kujdes maksimal dhe të ndjekin udhëzimet zyrtare deri në stabilizimin e plotë të situatës.